të gjithëve të dashur miq, mirë se na erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes, bukurosja ime, po sa të shkon ke kuqja. Më shkon thua? Gjende me të kuqja nuk bëhet. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur, një javë të mbarë dhe ju ftojmë tu te këndi i Gatimit për parë recetat që do përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot me vetë? Të thjeshta janë si receta, por janë të mira, janë të shëndetshme, pse mos i bëjmë edhe ti bëni dhe juve në shtëpi tuaja. Të shijojmë të gjithë bashkë. Do të bëjmë me patate, tavë me patate themun, por nuk do t'i kemi kështu të thjeshta, do t'i kemi me pak qep, me hudhër, me pana, edhe me djath. Mund t'a bëjmë në vend të panave me një lugë miell dhe të përdorim qumësht. Me thënë që të lidhe, ndërsa pana e lidh vetë, do me thënë më e plot. Dhe do të përdor pak gjalp dhe pak vaj. Kjo ishin to, do me thënë ishin përbërësit për recetën e parë. Do të bëjmë një recetë të dytë, do me thënë një kek të shpejt, që nuk kemi sheqer, por do të kemi fruta të thata. Fruta të thata që mund të përdorim rushë, mund të përdorim hurma arabie që kanë atë ëmbëlsirën dhe s'ka nevojë që të shtojmë sheqer. Gjithashtu do të përdorim mollë, edhe tërshër, dhe unë kam menduar këtë tërshërën, do me thënë që është e plot dhe nuk është e imët, që e konsumojmë edhe kështu, do me thënë me qumësht, me kos, me gjërë. Me qënë se kam në këtë formë, edhe e kaloj në blender, bashkë edhe me këto mollët, edhe me vezët, edhe bëhet shumë e shpejt. Gjitha bashkë i përzien në blender dhe i hedh në një tavë të kekut dhe vendos në furr. Shumë e thjeshtë dhe kjo si recetë. Dhe këtu? Nuk do lënim për pa përgatitur edhe një gjellë. Një gjellë që mund ta bëjmë me miks thjerzash, do me thënë të kuqe, jeshile, kafe, si... Ndodh që të keni nga një dorë, do me thënë në shtëpi. Që na teprojnë në shtëpi, po. Por unë nuk do t'i sjell thjesht kështu vetëm thjerza, sepse tani është dhe pranverë, kemi këto jeshillëqe dhe them t'i bëjmë me jeshillëqe. Mund t'i bëni me spinaq, mund t'i bëni me labot, mund t'i bëni mix labot spinaqe, kështu lakra të tjera. Gjithashtu do të përdor qep, hudhër, spec djegës, limonin po dhe piper të kuq. Patjetër edhe vaj. Këto janë dhe përbërësit për përgatitur këtë recetë si pjatë kryesore. E shëndetshme dhe e thjeshtë. Thjesht të filloja me këtë unë, Anila. Unë të filloj me këtë, do hedhi vajin dhe hudhrat, do me thënë në vaj të ftohtë. Ajo që kemi bërë paraprakisht, pra gjatë kohës që nuk kemi qenë në transmetim, është të grim qepët i mët fare, dhe të ndajmë patatet në fetëza të holla. Ka të goxha të holla. Ja do t'i tregojmë bajta dhe pak ati që ta tregoj. Mund t'i bëjmë dhe me atë grisën, do me thëmë me atë renden, pjesën e saj të rendës. Pra duhen feta të holla. Po, duhen sa më të holla. Por mund t'i bëjmë edhe me thik. Do tregoj tani se si mund t'i bëjmë edhe me thik. Do edhim edhe një lugë gjalp. Gjalpin e freskët, të cilin e gjejmë tek Neranzi, si çdo gjë tjetër që kemi sot këtu në kuzhinën tonë. Ndaj në fakt që në fillim e thamë që do të gatuajmë shëndetshëm e do të konsumojmë shëndetshëm, pra në të gjitha recetat, edhe kur flasim për ëmbëlsira, pra një pjesë e mirë e njerëzve, le të themi, duan ta eliminojnë atë sheqerin në gjendjen e tyre origjinale, ndaj e bëjnë duke e zëvendësuar nëpërmjet frutave të thata apo atyre të freskëta. Ndaj Neranzi ne na siguron që të ushqehemi shëndetshëm, të kemi larmishmëri pafund në të gjitha vaktet tona nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe sigurisht të kemi një besim të plot në gjithçka që ne konsumojmë, kështu që një falënderim për Neranzin që vazhdon na suporton dhe na jep këtë kreativitet në kuzhinë dhe këtë mënyrë të jetuarit shëndetshëm në regjimin ton ushqimor të përditshëm. Pra, siç tham, kemi 3 receta, të cilat ne pse jo të mos i lexojmë që tani t'i shfaqim në ekran të gjithë përbërësit, që nëse keni në plan të bëni pazar, pse jo në pikën më të afërt të dyqaneve Neranzi, të blini këto produkte të cilat ju duhen jo vetëm për recetat sot, por edhe për recetat të tjera, sepse një pjesë e mirë e tyre do të mbesin gjatë javës, kështu që mund të rikrijoni të rindërtoni të tjera shije. Patate në furrë me pana po sjellim këtë ditë të hënë, ku do të na duhen 500 gram patate, një qep mesnatare, një thelpi hudhër, na duhen 250 ml pana, por Katerina na tha që edhe nëse nuk e keni mund të bëni një miksim të qumshit dhe miellit pra për të krijuar një masë më kompakte dhe më të trashë dhe për t'ia shtuar gjithashtu kësaj recete në formë alternative. Na duhet 50 gram djath për pica, një lugë gjelle gjalp dhe 2 lugë gjelle vaj. Dhe kemi filluar. Ti lexoj gjitha që mos të ndërpres më mendova se bëra të pauzën edhe. Hiç fare, doli tjetra. Thjerza me labot dhe spec djegës kemi tani në ekran, do të na duhen 500 gram thjerza të miksuara, i gjeni gati madje edhe paketimet e mikseve tek Neranzi, por gjithashtu edhe mund t'i përzieni vetë sipas dëshirës. Jo, se nuk mund ta bëni vetëm me një variant, pra nuk përjashtohet as kjo mundësi. Na duhet një kokor qep, 2 thelpinj hudhër, një domate, 2-3 speca djegës, na duhen 2 tufa labot ose spinaq, një lugë çaj mikse
cerzash, piperi kuq spec, kemi rigonin, shafranin e indis, turmerikun, kri piperi zi, vaj dhe pak gjalp dhe majdanozi freskët. Dhe në këtë ditë të hënë do të bëjmë edhe një ëmbëlsirë, një kek me tërshër dhe moll, për të cilin do të na duhet 200 gram tërshër, 2 kokra moll, 3 vezë, një lugë çaj pluhur pjekës, na duhet 100 gram fruta të thanta, edhe pak krip dhe fare thjesht dhe shëndetshëm do të kemi gati kekun e nisjes së javës. Do të na shpjegonte Katerina se si do t'i presim patatet, kështu që tani është momenti për ta parë praktikë. Ja, shumë të holla, do me thënë kështu, edhe nëse spriten, do me thënë fetzak plotësisht, por duhet t'jenë kajtë të holla, tinta, sa më tinta. Edhe me këtë pjesën e thikës, ja, në këtë trajt, do me thënë kështu, në këtë mënyrë. Sa më të holla të priten, aq më mirë janë. Edhe se u përren dhe një pjesë të vogla, ja që bëjnë kështu, nuk ka problem, për kundrazi, ato lidhin atë pjesën e sacës. Po, se patatja fillon edhe ato të vogla fillojnë dhe shpërbëhen dhe trashin lëngun. Kështu që edhe kur bëjmë gjellë me patate, është mirë që një pjesë të patateve t'i bëjmë të vogla dhe një pjesë të jenë pak më të mëdhaja. Më thënë, të jenë të çrregullta masat e prerjes së patateve. Tani ndërkohë neve këtu kemi hedhur hudhat, edhe hudhën aty kemi hedhur në vaj të ftohtë me qëllim të aromatizojë vajin, dhe më mbrapa sa merr pak temperaturë, do të shtojmë tani me një herë edhe qepën. Pra qep hudhër. Më mbrapa këtu do të shtojmë tani krip edhe piper, po sigurisht që do të shtojmë më mbrapa, pasi do të kavërdisim pak qep, do të shtojmë edhe patatet, i të bëjmë do me thënë një ngrohe të lehtë në tigan, dhe pastaj direkt në tavë do të hedhim shumë e thjesht. Një recet që bëhet jashtëzakonisht thjesht, por na del shumë e shijshme. Mund ta kemi do me thënë edhe si pjatë kryesore, por edhe si pjatë shoqëruese. Po. Edhe pak që të na. Të filloj të kavardiset edhe qepa, ndërkohë patatet i kemi gati, të marrim edhe pak krip. Kontrollojmë edhe furrën, të cilën ne kemi të ndezur, të ngrohur paraprakisht, kështu që kur t'jetë momenti për ta vendosur tavën, menjëherë do të filloj procesi i pjekjes dhe i gatimit të saj, e ne do të nisim me recetën tjetër. Edhe ndihmon që të zbutet qepa, por sigurisht që kemi nevojë edhe për shijen e kripës, sepse s'kemi asnjë produkt këtu që të jetë me krip, kështu që e hedhim kripën aq sa duhet. Tani, le të marrim edhe pak piper. Në rregull dhe me piperin. Atje tek pjesa e thjerrzave, anila, kemi për të nxjerrë erza, baharnat. Si kemi nxjerrë, s'ka problem, sepse kemi lënë për pjesën e dytë. Do kemi atë pushimin e pastaj, që pjesa e pushimit dhe prandaj dhe si kam vendosur të gjitha aty që të shmangim to që do të bëhen, se do të bëjmë këto të parat edhe pastaj do të. Shumë mirë, përqendrohemi të dy të parat. Ashtu, iku dhe kjo. Tani fillojmë këtu, sepse nuk duhet të bëhet skuqerën, thjesht një zbutje, një aromatizim i qepës edhe i hudrës. Dhe hedhim edhe patatet, të cilat i kemi prerë tham në fetza të holla. Edhe këto thjesht një zbutje të lehtë, do me thënë 2-3 rrotullime që themi ne, edhe kemi gati. Kështu që është nga këto receta që nuk do shumë kohë tigani, po theme. Jo, nuk do, thjesht do me thënë në zbutje, aq sa të aromatizohen. Sa të aromatizohen. Një proces do me thënë shumë i shpejt. E hëna, për këto receta ka nevojë në fakt, sigurisht, Anila. Se bollë zakonisht, të shtunave të diellave, ka një lloj rëndese. Po. Kështu që tani zakonisht e hëna mund të nisi shumë mirë me thjerrzat, ndër të tjera. Po. Thjerrzat, ai keku që është mirë, do me thënë da përgatisim për fëmijët, për veten tonë, do me thënë që të kemi për një çaj, për një kafe, për një qumësht. E vërtet. Kështu që edhe në këtë mënyrë bëhet një kek shumë i mirë dhe thash që në vend të sheqerit mund ta zvendësojmë shumë mirë me sheqernat e frutave. Po. Me mënyrën natyrale. Po. Do ta lëmë edhe paksa.
Unë do t'i hedh veç se pak pjesën djathë këtu. Djathin tjetër do t'a hedhim, pasi do t'a nxjerrim nga fura, se do t'a vendosim fillimisht në furrë, që t'a lëm që të qëndroj të paktën për një 30 minuta, 35, do t'a shikojmë. Dhe kjo varet nga si trashësia e predhjes së patateve. Sa më të holla t'i prisni, aq më pak zgjatje do në furrë. Sa më të plota t'jen, sigurisht që do më tepër. Pra kjo jona do doj pak, kështu i bje, se ne kemi për të holla. Një 30 minuta do t'a lëm, pastaj do t'a heqim, do hedhim dhe pjesën e djathit sipër, dhe do t'a lëm dhe një 10 minutë shtjetër në furrë, dhe do t'a kemi gati pastaj për t'a nxjerrë, dhe sigurisht për t'a konsumuar. Është një recet që konsumohet e ngrohtë. E kemi gati, nuk ka nevojë, do me thënë, që të qëndroj më tepër. Është mjaftueshëm. Këtu te kjo tani do hedhim edhe panën, pasi të heqim patatet. Pra panën do t'a kalojmë njërë në tigan, do t'a ngrohim. Thjesht që të marrë edhe këto lëngjet, ndyrnat që kanë ngelur këtu, edhe qepën dhe këto, edhe pastaj. Hedhim kaq një herë, ta shohim dhe pastaj hedhim dhe panën tjetër. Thamë që nëse nuk kemi pana, ose nëse duam ta bëjmë në një variant tjetër, mund të bëjmë atë atëre duhet të themi këtë që që do të thotë në momentin që ka vërdisim qepën me hudhrën, shtojmë edhe patatet, atje hedhim edhe mielin të ka vërdiset, edhe pastaj hedhim qumësht brenda tek masa, do me thënë, e përgatitur. Hedhim i qumësht dhe hedhim në tavë, vendosim në furrë. Nëse nuk kemi pana, por pana, që është e vërteta, jep tjetër shije. E vërtet është në fakt, për që kjo nuk është një gatim që ka rëndesat të tjera në përbërës, ka qepën dhe patatet, kështu që edhe për ju që jeni ndoshta pak të kujdesshëm me konsumimin e panës, në këtë rast përsëri kemi një balancim të kalorive. Ja, kaq duhet. Thjesht ta hap një çik këtu tani këtë pjesën këtu. Tjetë uniforme, edhe hedhim edhe panën. Do më duhet edhe pak, sepse duhet që patatet të mbulohen. Okej, pra do të duhet edhe shumë pak? Shumë pak duhet. Që mund t'ja shtojmë kështu të ftohtë tani besoj. Po, jo, nuk ka nevojë, jo. Unë thjesht e vendosa sepse më duhesh që të merja dhe ato lëngjet. Nga tigan, do me thënë qepën dhe ato që ngele. E qartë, po. Tani hedhim edhe pak tjetër. Edhe e vendosim në furrë në një temperaturë 180-200 gradë dhe do t'a lëm 30-35 minuta, do t'a nxjerrim, do hedhim ato djathin që kemi, një lloj djathi që mund të kemi në shtëpi. E vendosim përsëri në furrë dhe e lëm për një 10 minuta të tjera dhe do ta kemi gati. Shumë mirë. E vendosim atëherë këtë në furrë. Shkojmë në furrë dhe çojmë tavën e parë, të cilën ne e kemi të gatuar pothuajse e të përfunduar, sepse mbetet vetëm djathi për t'i shtuar kur të jemi në pjesën e dytë. Ndërkohë që do të merremi me kekun tani apo jo? Po, do të merremi me kekun. Tërshër, frutat të thata, ne këtu kemi fistikët, kemi bajame, kemi rrushë të thatë, kemi 3 kokra vezë edhe moll, kështu që edhe tërshërën gjithashtu. Do të marrim tërshërën. Gjëja e parë që do të bëjmë është? Do hedhim një filxhan tërshërë. E rëndësishme është që t'i hedhim të gjitha një herësh, por ne tani do të shikojmë sipas sa mund na marrë kjo, që të kemi. Po. Dhe s'kam baking powder, se më duhet dhe baking powder këtu. Do hedh një pjesë të bajameve brenda, të grihen, një pjesë të rrushit të thatë brenda, do të hedh pak fistik, pra fruta që juve mund të keni në shtëpi. Po, mund të jenë ara, mund të jenë lajthi, çfarë keni në shtëpi? Nuk ka asnjë lloj, domethënë. Kumbulla të thata. Marrim të thika, sepse Ka ti mendon se do të na i zë të gjitha, apo mund t'i bëjmë në 2 pjesë? Ja, do të shikojmë, Anila, se mund t'i bëjmë në... Se ndoshta e bëjmë dhe në 2 pjesë, dhe pastaj do na duhet t'i përzijmë në një enë tjetër, po duke parë, duke parë. E hedhim edhe me pjesën e... Ta marrë të tani se s'mora një enë tjetër. Po, merr atë për lëkurat e mollëve. Jo, do t'i vendos me gjithë lëkura. Për lëkurat, ja për këto farat.
Dhe me gjithë fara brenda. S'do heqësh asgjë, po çaj deshe pjatën? Ja për ato pak anësore. Për ato pak anësore tani. Okej. Ashtu. Sepse Janë të konsumueshme, po. kanë dalë këto teoritë e reja që çdo ditë dalin, që farat kanë më shumë vlera ushqimore se sa tani hajt me që në Sa vetë fruti. Sa vetë fruti. Lukura ka vlera ushqimore se sa vetë tuli brenda. Çdo ditë gjëra të reja. Kështu që do bëjmë një rafe, një përzierje të këtyre. Edhe do shikojmë, do me thënë, se sa... Shumë thjesht, do me thënë, mjafton që të kemi për përsit dhe të fikim dhe sobën. Dhe bërë. Anila, veç se të lutem të marrë pak baking powderin. Pluhurin fryrës, po, që do t'i duhet, sepse po përgatisim kek, kështu që e ka të domosdoshëm edhe pluhurin fryrës, ndërkohë që kjo është masa që na është përgatitur deri tani. Këtu brenda kemi një filxhan tërshër, kemi 3 kokra vezë, kemi fruta të thata sipas dëshirës tuaj. Mirë është të ketë një frutë të thatë të ëmbël, në këtë rast është rushi i thatë, dhe mollën e freskët, duke qenë se tham nuk do të shtojmë sheqer, kështu që ëmbëlsia keku do t'i vi nga frutat. Ashtu tani, ta trazojmë edhe një herë. Ja ku e kemi edhe recetën në ekran në këto momente, si shtam kemi 200 gram tërshër, kemi 2 mollë dhe 3 vezë, një lugë çaj pluhur pjekës, 100 gram fruta të thata edhe pak krip, si gjithmonë, çdo ëmbëlsirë do një maj gishtërinsh krip. Dhe po bëjmë kështu një brum keku. Në një tavë që ju e përdorni për pjekje të ndryshme, në këtë rast ne kemi zgjedhur një tavë të vogël në këtë formën e drejtkëndshit të lyer me gjalp, edhe këtu brenda do të shtojmë të gjithë masën, do ta vendosim në furrë dhe do të kemi një kek të shëndetshëm të bërë më thjesht. Unë mendoj, Anila, për masën që kemi ne është të mjaftueshme edhe masa, kështu që se 3/4 e formës duhet, dhe ajo që ngelet do të hedhim ca fruta sipër. Okej. Edhe ne do të përdorim tani ta hedhim te forma që Anila ju tha pak më përpara që duhet jetë e lyer. Edhe ja, kjo është konsistenca që duhet, ama ajo konsistenca e kekut. Po, e brumit të kekut. As shumë i fortë, as shumë i lëngshëm. E që është e vërteta një mas nga kjo është mjaftueshëm. Do me thënë 2 mollë duhet për atë formën e kekut të madhë. Po. Ne bërëm gjysmën e sasisë, kështu që... Ashtu. Shumë mirë. Tani, do hedhim ca rush të thatë, se këto gjatë pjekjes do futen brenda. Po. Këto bajamet faktikisht do t'i doja që t'i kisha të thërmuara. Por, mund të shtohen edhe pasi është pjekur, nëse i coptojmë, ja hedhim kështu sipër. Do t'i hedhim, ashtu do bëjmë, me thënë që t'ja hedhim plur. Ne kemi dhe plur bajame. Kemi dhe plur bajame, vërtet është. Ma djetë, dhe gjë kam dhe një ca stika këtu, Anila, me që kam. Me që mundodhën. Po, ja me kemi. Sa gjëra këtu. Të na falni se si kemi ndërë të gjitha. Do një herë edhe në shtëpi. Shiko, kemi ca stika, që ta bëjmë qik më të pasur. Pa. Këto i nxjerë me qëllim që t'u them që çfarë t'ju ndodhen juve në shtëpi. Mund të hidhni akoma dhe fara lule dielli, dhe fara kungulli. E vërtet. Pra, kjo është ideja që ja këtu kam edhe plur nga fistiku. Pa. Dhe i ndyrnat, prandaj neve nuk kemi përdorur as gjallë, pas vaj, as gjë. I ndyrnat i marrim nga frutat e thata. Pra kemi ndyrnat e frutave të thata, kemi ëmbëlsirën nga frutat e thata, kështu që... E shëndetshme, pra, thamë që është një ëmbëlsirë e shëndetshme. Edhe do t'i hedh edhe pak kështu themi biskote. Dhe kështu do të kemi një kek shumë të shishëm, se i ka të gjitha brenda.
Kështu që ju në recet keni formën e thjeshtë të ti, duke ju treguar që mund të lëvizni me përbërësit në versi, se pari të shijes që ju doni që keku juaj të ketë, 170. dhe së dyti në versi të mundësis, si që thamë. 170. Çfarë mund të ndodhet Çfarë juve të në kemi? shtëpi? Nuk kemi këtu, është një ketë, kjo nuk përcakton, do me thënë se ç'lloj frutet kemi në shtëpi. E kemi gati për ta vendosur në furrë. Tani ky lloj keku, si faktikisht gjitha llojet e kekut, është mirë që ta kemi temperaturën 170, jo më shumë, do me thënë, kur piqet në 170, atëherë ai keku piqet shumë mirë. Do me thënë, piqet edhe në brëndësi nuk ngelet qullë dhe rrit atë volumin në mënyrë graduale dhe ajo është mënyra më e mirë e pjekjes, 160-170 gradë. E vendosim në furrë dhe do ta presim për një 35 minuta sepse është i vogël. Shumë mirë, fiks në kohë do të na bie, pra për të nxjerrë diku para orës 10, do të jemi në pjesën e dytë në atë kohë, kështu që do të kemi gati edhe tavën me patate, edhe kekun që sapo vendosëm në furrë. Tani ne kemi edhe 2 minuta e pak kohë. Ta vendosim, unë mendoj të vendosim qepën hudhrën. Bëjmë diçka, të fitojmë kohë. Dhe këtë pjesën unë këtu kam mix thjerza. Këto tani do t'i shplaj mirë dhe do t'i vendos në ujë në një tenxhere më vete. Do t'zi thjerzat më vete dhe do t'pregatis më vete, do me thënë hudhra, qepër, këto gjërat që do t'i kemi edhe në momentin që do t'kthejmi. Ajo që do t'bëj, do t'hedhim qepën dhe hudhrën në tenxhere, të lutem Anila. Ta ndezim atëherë? Ta vendosim andej thua? Jo, si të duhesh ti, e do andej ti. Me që e kishim të nxehtë këtu. Ja. Faleminderit. Si ta kesh ti Me që përmbarë, thjesht duhet të e kemi pak të nxehtë afroj. këtë vatrën këtu. Edhe qepën në këtë rast e kemi të gririmët shumë mimët dhe kemi edhe 2 Qep thelpi hudhër do hudhër vendosim, do me thënë në fillim fare, me vaj. Keqim edhe këtu, po. Një sekund, Anil. Okej. Do të shplajmë edhe thjerzat dhe pastaj do të vazhdojmë recetën kur t'jemi në pjesën e dytë. Kemi jeshillëqe sipas dëshirës, mund të kemi labot, mund të kemi spinaq. Tani jemi në sezonin e tyre, kështu që duhet të konsumohen, janë qëndrojnë dhe shumë pak në kohë. Sigurisht. Prandaj duhet shfrytëzojmë pranverën. Tani dalin dhe angjinare, dalin bathët, dalin këto bizelet e njoma. Do shikojmë në treg, çfarë të ketë, ne do t'i përgatisim. Pra hedhim hudhrën edhe qepën, hudhrën e hodha kështu të plot. Ju po doni mundet edhe ta grini. E të plot dhe filloj e hedhë në vaj të ftohtë, që të nxjerrë aromën. Tani edhe qepa është, si thua, e tretur, me thënë e grirë imët, gjë që nuk më prish punë, që e hedhë direkt në vaj të ftohtë. Do ta lëm sa ajo të filloj, do me thënë të lëshoj ato aromat e mira, ti hedhim edhe krip. Gjysmën e sasisë së kripës hedhim në fillim fare. Do ta lëm që ajo të më bëhet gati, do pastroj, do me thënë të jap një laret mirë këtyre thjerzave, patjetër. Dhe kështu do të vazhdojmë me recetën. Tham që të trija recetat sot janë receta që nuk ju mbajnë gjatë në kuzhinë, nga ato zgjidhjet që na shijojnë her pas here, sepse ndër të tjera kursejmë kohë dhe konsumojmë gjellë edhe gatime të shishme. Kati, më njoftojnë që tani është momenti për të bërë një shkëputje avash nga pjesa e parë. Shumë mirë, neve du të themi anvisave, këto i lajmë deri sa të zbardhet ujë, do me thënë të iki ujë trubullt i thjerzave që themi ne, dhe pastaj edhim në ujë të ftohtë dhe vendosim që të ziejnë. Shumë mirë. Dhe ne këtu do të ndahemi për momentin. Me një gjethe edhe një gjethe Ashtu. Të tjera do t'ja u themi kur të kthehemi përsëri në studio. Në pjesën e dytë ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu për t'ju pritur, kështu që uroj dhe ju t'jeni duke na pritur pas hapësirës publicitare, do të vazhdojmë. Ju thamë që do kthehemi prap, e mbajtëm fjallë. Qa ke gati? Po zhjet më shumë se shduhet ajo? Ja tullim temperaturën. Jemi në pjesën e dytë të gatimit. Çfarë kemi bërë ne sot këtë ditë të hënë? Ne kemi nisur sigurisht si çdo mëngjes tjetër me prezantimin e 3 recetave. Edhe jemi në përfundimin, 2 prej tyre janë në furrë, është një tavë me patate me pana
shumë e shishme dhe e shpejt në përgatitje, e cila si që shohim bashkë është në atë fazën përfundimtare, gjithashtu me që po shohë edhe keku që është më poshtë, e ka marrë atë volumin që do t'i duhet, kekun e kemi me miell të shërë, me fruta të thata dhe të freskëta gjithashtu, pas pak ta kemi gati për ta parë, një alternativë mirë për të ëmbëlsuar gjatë ditës, për t'ia dhënë fëmijëve me vete në shkollë, për të patur diçka aty mbetëryes, siç ta kati pak më herët kur pim kafen, kur pim një çaj pas dite. Edhe dim çfarë ham kur i përgatisim me duart tona. Dhe tani jemi në përgatitjen e një recete tjetër, që gjithashtu është një vakt plotësues për të konsumuar gjatë drekës, siç është një gjell me thjerza, që po vjen në këtë mënyrë. Atëre, tek vaj, kemi hedhur hudhër, kemi hedhur qepën, kemi hedhur në ujë të në vaj të ftohtë hudhrën, sepse duaj që mos të digjet hudhra dhe të hidherohet, po dua të më lëshoj aromën e mirë tek vaj. Dhe këtu hedhim edhe specë djegës. Që është e vërteta, këto nuk është se djegin shumë, djegin aq sa duhet. Faktikisht është mirë që t'i mësojmë edhe fëmijët në moshat të vogla që të fillojnë të shijojnë edhe pjesën e djegjes, sepse nuk është halli thjesht kështu, do me thënë për shije, por kanë vlerat e tyre ushqimore këto. Bëjnë, do me thënë, atë tretjen e mirë të ushqimit, djegjen e yndyrnave dhe këto. Kanë, si thua, goxha vlera. Kanë edhe efekt në organizëm, pra përveç se japin kështu që është mirë të i përdorim. Ky varianti këtu, që është shumë interesant në fakt, sepse vjen në këtë specin e vogël fare, mund të përdoret në shumë gatime, që nga mishi, salca, supa dhe ushqime tradicionale, duhet shumë pak për t'ja shtuar gatimeve tuaja, dhe me këtë paketimin shkoni goxhane. Kemi hapur u bë goxha ditë dhe javë dhe kemi konsumuar shumë pak nga specat djegës. Kështu që është nga këto përbërës që furnizohemi një herë edhe i kemi aty, si që janë edhe erza, që në fakt tek në randi i gjeni edhe në gramatura më të vogla, për përdorim më të shkurtër, por edhe në këto të mëdha, që i blini një herë e mirë edhe nuk mbeteni kur në kuzhinë, pa specin e ëmbël, pa piperin e zi, pa turmerikun, rigonin, nenexhikun, po përmend disa prej erëzave më të zakonta, po themi, që ne i kemi pjesë të recetave tona. Dhe shtuam kështu? Edhe labotin. Më para, unë shtova dhe pak, me që se kam pas këtë hudhër plur, i shtova pak, do me thëmë, për t'a lezetuar pak si më tepër. Nëse ju e keni në shtëpi, mundet t'a shtoni dhe juve. Thjerëzat i kemi shplarë pra në pjesën e dytë, pikërisht aty u shkëputëm bashk, dhe i kemi vendosur në një tenxhere më vete për të zirë së bashku me një gjethe dafine. Tani do zbusim këto. Kati ky keku, ti thua nuk ka nevojë, kanë të largohet nga fura, jo? Jo, ka megjithëse temperaturën e ka të ulët. E ka të ulët sepse ashtu thash që duhet ta bëjmë më kekun në temperaturë të ulët. Ajo që më duhet mua tani do të nxjerr tavën unë që ta hedh edhe djathin ta vendos. Po më përpara këtu tek këto, Okej, ti qëndro aty, unë do nxjerr tavën. Do të shtojmë edhe domaten siç e shikoni. E kam hequr pjesën e cipës së domates. Edhe, po thuaj se edhe farzat e tepërta i kam larguar dhe kam atë tulin e domates. Edhe thash që gjithmonë duhet të zini domate të cilat janë për gjellë. Në rregull e kemi Anila, do ta hedhim atë djathin sipër, do ta vendosim prapë në furrë që të shkrijë ai djathi, se i ngatrojmë gjërat sot, po dim pse i themi ca gjatë. Është e hënë. Sa të marrim. Kemi bërë pak pushim edhe në ndikon edhe ne, në kapjen e ritmit të përditshmërisë. Atëre, tani, këtu, unë do të hedh edhe një lugë mix erzash, faktikisht. Katim, ndjes, t'ja shtoj të gjithin, apo kaq mjafton? Apo t'ja shtoj? Edhe pak këtu në alë, se s'ka. E po atë gjithin, pra atë gjithin. Po aj që shtoj më se shiko, duket si shumë, e kemi thënë dhe herë tjetër, po është i gri. Tani, këtu, unë do shtoj dhe një lugë mix erzash, sepse këtu, këto kemi thënë dhe herë tjetër që kemi, po thuaj se sa, 10 erza brënda? Shumë, goxha. Edhe turmerikun, edhe që kam aty, por nga që unë hedha të miksin, nuk po shtoj ato të tjerat, dhe do të hedh edhe pak piper të kuq speci. Kështu që nga erzat i kemi në rregull, i kemi hedhur, tani ta trazojmë.
të zbute, do me thënë domatja me spinaqin. Bëhet goxha e mirë, e shishme, si gjellë, vetëm do jedhim lëngjet që kemi zirë thjerzat. Po. Gjithmonë thoshnim që i zjem thjerzat edhe i hedhim ujin e parë. Tani kanë dalë rregullat të reja, thonë që nuk është mirë të hedhim sepse hedhim një pjesë të përbërësve, do më thënë të vlerave ushqimore që përmbajnë. Faktikisht për thjerzat, unë them që mirë është që mos ta zjem dhe ta hedhim ujin e parë, sepse është e vërtet kjo që qëndronë. Thjesht të pastrojmë atë pjesën e shkumës lartë, si na që krijohet në zjerjen e parë. Pjesa e kësaj, dhe nuk ka nevojë që ta hedhim ujin e parë poshtë. Veç se thjesht duam që ta lajmë sa uji të pastrohet në momentin kur i lajmë në çezëm. Do të thonë bëhet i bardhë, i pastër uji. Dhe kemi gati për të vendosur në ujë të ftohtë që të zihen me një gjethe dafin. Edhe janë gati. Janë gati, nuk ka nevojë do me thënë që të bëjmë gjëra të mëdhaja. Ka shumë zonja që të njëjtin veprime bëjnë dhe me fasulet. Fasulja, atë do të thoshë Anila, fasulet duhet me patjetër ta hedhim ujin e parë poshtë, sepse fasulja përmban fazolin. Është një lëndë që ajo jep fryrje në stomak, jep, do me thënë, ndikon për keq në organizmin e njeriut. Dhe ajo te fasulja duhet bërë, ndërsa te thjerzja nuk ka nevojë. Pra, ajo në studimet që janë bërë kohët e fundit, po, urdhëm. Jo, do të thënë, ne me fasulet ajo që bëjmë është që ti lëmë në ujë për disa orë ose për gjithë natën. Pra, ai qëndrimi në ujë nuk e largon atë? E largon, prandaj dhe i lëmë në ujë. Ose do i lëmë për gjithë natën në ujë dhe të ta hedhim ujin të nesërme dhe të vendosim ujë. Dhe të vendosim për të zjerë? Ose nëse se kemi bërë, do hedhim ujin e parë të zjerjes? Bravo. Pra, nuk ka nevojë të bëhen të dyja? Jo. O njërën o tjetrën. E qartë. Edhe këto shiko sa thjerzat mira që janë me një ruzjen. Po. Tani, neve do t'i hedhim edhe këto brenda që të më marrin edhe një zjerje bashkë me lakrat. Shumë mirë. Ajo që ngelet, do t'i hedh pak vaj ulliri. Po. Edhe do t'i lëm tani që të zihen bashkë. Në temperaturë të ullët në mesatare, dhe do t'i kemi gati. Se bëjnë shumë, një 10 minutë që dhe është në rregull, kjo nuk do shumë kohë, se thjerzat zihen shumë shpejt, edhe madje këto thjerzat që marrim ne këtu te kompania në Ranzi zihen shumë shpejt. Janë të reja, themi neve. Kur janë të që nuk zihen, janë thjerzat të vjetra dhe nuk zihen shpejt. Kështu që këto janë thjerzat shumë të mira. Në këtë pjesë të dytë ne ende nuk kemi rilexuar recetat, kështu që kemi në pakës kohë tani për t'i parë në ekran njëra pas tjetrës 3 recetat e ditës së hënë. Patate në furrë me pana, përbërësit janë këto: 500 gram patate, një qep mesatare, një thelpi hudhër, 250 ml pana, 50 gram djath për pica, një lugë gjelle gjalp dhe 2 lugë gjelle vaj. Thjerza me labot dhe specë djegës, 300 gram thjerza, një qep, 2 thelpinj hudhër, një domate, 2-3 speca djegës, 2 tufa labot ose spinaq, në duhet një lugë çaj mikserzash, piperi kuq, specë, rigon, shafran, kri piperi zi, vaj dhe pak gjalp dhe në fund majdanozi i freskët. Kek me tërshër dhe moll, përbërësit janë 200 gram tërshër, 2 moll, 3 vezë, një lugë çaj pluhur pjekës, 100 gram fruta të thanta dhe pak krip. Keku më i thjesht që ju mund të përgatisni, pavarësisht se tek në Ranci keni edhe ato miksimet që janë të gatshme për të përgatitur edhe kek, edhe ëmbëlsira, edhe variante të ndryshme, por që ne kemi zgjedhur ta përgatisim pikërisht me tërshërën, që mund ta merrni edhe në formën e miellit, mund ta merrni edhe të coptuar, edhe kokër të plotë, sepse tek në Ranci i gjeni të gjitha alternativat. Pasi në rastin e kësaj recete, edhe nëse tërshëra do të jetë në formën e saj të plotë, do të kalojnë të gjithë në një grirës, kështu që domosdoshmërisht do të thërmohet kokra dhe do të bëhet si një brum i përshtatshëm për kek. Kek të cilin do ta kemi mbi tryezë shumë shpejt dhe do të shohim edhe pamjen e tij finale. Ndërsa për sa i përket frutave të thata, unë po e rikujtoj se ndoshta një pjesë të tyre që ne kemi vendosur në recetë nuk i keni në shtëpi, nuk është e domosdoshme të ndiqni recetën në rastin e frutave të thata domosdoshmërisht, pra nëse nuk keni bajame, po keni lajthi, nëse nuk keni fistik, po keni arra, mund ta bëni
përsëri po njësoj, pra shtojni atë që ju keni. Atëherë, Anila, unë hodha edhe pjesën e majdanozit, tani do hedhe edhe vajnë përfundimtar, që mund ta hedhni edhe në tenxhere, por mund ta hedhin edhe ta servirin edhe në pjatë. Ashtu. Mund ta heqim, Anila. Edhe djati ka shkrirë, të ishte të patateve, se... Po, nëse mund të shpo, sepse ju s'ka nevojë, është në rregull. Thjesht pash që djati që shtuam në fund, ka shkrirë i plot. Dhe ja, ku e kemi? Uzie është bërë gati. Një tafë shumë e thjeshtë për të bërë, dhe në momentin kur e shet të duket sikur i impenjuar shumë për këtë gatimin, po në fakt, bëhet shumë kollaj, ka aromë shumë të mirë. Do është të donë të merte pak faqe. E do më të theksuar djatin? Nese, nuk ka problem, po hajtë. Bëra pecetën piso kate. Skajqë. Për atë pun janë pecetat. Pecetat për atë pun janë. Të në ndihmojnë në kuzhinë. Atëre, shërbim edhe... Mendo? 3 minuta ko keme. Kështu që më thuaj ti çfarë do. Duhet ta shërbejmë sepse është bërë gati. Atë që thashë në fillim fare që janë bërë gati. Okej. Nesër çdo gatuaj me ke menduar? Ka menduar, Anila. Do ta themi apo do na ruash surprizë? Po, shiko, unë thash një... të shikoja mos bëja ndonjë byrek me kungu. I mirë bëhet, të ëmbël apo të kripur? Të kripur. Të kripur edhe thash ta bëj me një pet. Të shohim tani. Se ka ndarë mendjen Kati akoma. Të shohim. Mendoj ta bëja të byrekun sepse më pëlqen dhe erdhi koha tani e kungujve dhe këto. Ja, sa kur duket edhe. S'është vetëm e bukur, është shumë e shijshme ajo, Anila. Shumë e shijshme, shumë e shëndetshme. Do pak rushtë të thatë? Një mendje kemi. Kemi filluar flasimin saj. Atëherë, këtë nuk do ta shërbejmë sepse është e nxehtë. Ajo është e nxehtë. E lëm të ftohet pak, duke ju kujtuar që ku na gjeni ju ne, nëse nuk na ndiqni dot live. Ka mënyra të tjera, për fat sot të gjithë kemi telefonat në përduar, akses në internet, kështu që gjithçka që duam ta shohim apo ta rishohim, mund ta gjejmë në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube. Ky është kanali zyrtar i Vila 24, pra siç e shikoni unë dhe Kati jemi aty me gatimet tona të herpasershme, të përditshme në fakt, ku minimalisht janë 2 receta, kështu që janë mbi 10 edhe 15 në javë. Të mos ankoheni që s'keni çfarë të bëni për drek, se kaq shumë sa gatuajmë ne këtu, gjithmonë ka një ide të re. Natyrisht që mbetet kanali i News 24, ku edhe aty për te transmetimeve të përditshme dhe gjithçka që jepet në 24 orëshin e News 24 keni një hapësirë që i dedikohet edhe Vila 24 dhe sigurisht që mbetet Balkan Web, edhe aty do të na gjeni e rigjeni çdo ditë dhe ndër të tjera e kam me merak ta kujtoj që gjeni edhe fotot ilustruese të gatimeve që ndonjëherë për shkak të kohës fizike ne nuk mundemi dot t'i mbarojmë, kështu që presim sa të gatuan të piqen, i bëjmë nga një foto dhe ja u tregojmë nëpërmjet Balkan Webit. Aty keni videot, keni recetat e shkruara pa të detajuara, mënyrën e të gatuarit, e sigurisht që gjitha këto i shpjegoj unë edhe Kati, se unë i provoj. Të dyja bashkë. Ja, ti gatuan. Që është e vërteta të dyja bashkë? E di që e shtova? Fistik kam duket. Fistik. Fistik. Se ke idenë se qa shi e jetë. Vërtet? Unë kam shumë shef në fakt. Po të ju ndodhet në shtëpi, hidhni pak në momentin që nxini nga fura, edhe se keni idenë se sa shije, nuk është vetëm bukuria, por jep ato yndyrën e mirë, dhe me thënë dhe shijen e mirë që ka. A ta shojmë dhe kekun se ora 10 fix? Bëhet kombinimi i mirë me patatet. Bukuri. Tava me patate, thjerëzat me jeshilloqe dhe keku me tërshër dhe fruta të thata, është gati. Gati është. Është pjekur? Është pjekur, se po të gjiste, dhe ta provojmë dhe një këtu, se nëse mendojmë se... E pjekur, po është i nxehtë, është thjesht i nxehtë akoma. S'ka gjë, e kthejmë në furrë prap neve. Pamja do të jetë kjo. Shija është e padiskutueshme që është e shkëlqyer dhe gjithashtu një ëmbëlsirë e shëndetshme sepse ka vetëm fruta natyrale, nuk ka ëmbëlsues shtesë dhe ka mielin e tërshërës që përsëri është shumë i shëndetshëm. Themi mirupafshim nga kuzhina? Të themi, Anila. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur amisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim.
Te këtu me anilën tuaj. Nesër Jemi jemi me gati. Katin këtu me mua, pas reklamave dhe me të ftuarën e parë për sot do flasim për shtëpinë, për arredimin e shtëpive. Që O, është një sa temë mirë. që zonjat dhe ne këtu e duam shumë, për më tepër Patjetër, tani në patjetër. pranverë që fillojmë heqim nga një perde të trash, nga një tapet, E është bëjnë më ato shumë ndryshimet ngjyra, lule. pranverore, po, pastaj në verë e zhveshin fare shtëpi. Ashtu, e lëm ashtu të freskët. Publicitet pas pak në këndin e të ftuarve.